Konstatoj se në salë janë pranishëm 90 deputet dhe mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Vazhdojmë te pika e tretë ku kemi mbetur zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 dhe 23 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Me që nuk ka propozime, atëherë lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e 3 deputet kanë dhënë votën për, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, ndërpritet seanca, shihemi me 27 maj në orën 11. Si zakonisht.